Ju përshëndes edhe një herë miq të nderuar, shpresoj që jeni mirë të gjithë. Sot do të vazhdojmë të shikojmë Ungjillin e Markut. Jemi tek kapitulli 5. Në videon e kaluar ne kemi shikuar vargjet 1 deri 5 të këtij kapitulli, edhe në ato vargje ne pam se si sapo Jezusi dhe dishepujt e tij kaluan në anën tjetër të detit Galilei me barkat e tyre. Ata takuan një person që ishte i mbushur me një frymë të ligë, me frymë demonike, edhe në vargjet 1 deri 5 ne shohim disa gjëra lidhur me këtë person, kush ai ishte dhe çka ai person bënte, si vepronte. Kështu që ju inkurajoj që të shkoni ta shiqoni këtë video për më shumë detaje lidhur me këtë person. Sot do të shikojmë vargjet 6 deri 8 të këtij kapitulli, kështu që le të lexojmë këtë vargje fillimisht edhe pastaj të shikojmë se çka Perëndia dëshiron që të na mësojë përmes këtyre vargjeve. Marku kapitulli 5 vargjet 6 deri 8 na thot: Tani kur e pa Jezusin prej së largu, ai u torr dhe ra përmbys përpara tij, dhe me një britëm të madhe tha: Çka ndërmjet nesh dhe teje, o Jezus, biri i Perëndisë të shumë të lartit? Unë të përgjërohem në emrin e Perëndisë, mos më mundo, sepse ai i kishte thënë frymë e ndyrë, del prej këtij njeriu. Siç e kemi parë në vargjet 1 deri 5 të këtij kapitulli, ato vargje na tregojnë pak për gjendjen e këtij personi. Ai ishte i pushtuar nga një frymë e ndyrë, ai banonte në varreza dhe askush nuk ishte mundur që ta lidh, edhe pse ishin munduar që ta lidhin me zinxhir. Shpesh herë njerëzit ishin munduar që ta lidhnin këtë person me pranga, mirë po ai i thente prangot për shkak se kishte një fuqi të madhe. Vazhdimisht natën dhe ditën, këto vargje na thonë, ai person rrinte në përvarre, shkonte në shkëtije, në përmore, duke bërtitur, duke goditur veten, duke e rrahur veten. Kështu që ky person ishte vërtet një person që i trondiste njerëzit në atë rajonin ku ky banonte. Tash në vargjet 6 deri 8, ky person fillon të flet. Vargjet në 1 deri 5 na tregojnë se çka ky person bënte, ndar tash e shohim se në këtë vargje ky person flet, edhe kur ky person flet, ai i drejtohet Jezusit në këtë rast. Edhe arsye se pse i drejtohet Jezusit dhe i flet Jezusit është sepse Jezusi kishte dhënë urdhër që fryma e ligë të largohej, të del jashtë nga ky person, të largohej nga ky person. Vargu 8 më thot sepse ai Jezusi kishte thënë frymë e ndyrë, del prej këtij njeriu. Kjo është pse ky person i drejtohet Jezusit, sepse Jezusi ishte ballafaquar me të dhe i kishte folur atij. Dhe përderisa ky person i flet Jezusit apo i përgjigjet Jezusit, ne shohim dy gjëra shumë të rëndësishme që dua të shikoj në detaje sot. Së pari ne shohim se vetë demonët, vetë Satani përkulen para Jezusit. Demonët dhe Satani përkulen apo i nënshtrohen Jezusit. Shikoj në vargun 6. Tani kur e pa Jezusin prej së largu, ai u torr dhe ra përmbys përpara tij. Siç e pam në vargun 8, Jezusi e kishte urdhëruar që kjo frymë e ligë të delte nga ky person, dhe sapo ky person i dëgjon fjalët e Jezusit, ai vrapon tek Jezusi, vjen përpara tij dhe bie përmbys para Jezusit. Luka 8:28, duke folur për të njëjtën ngjarje, na thot: kur e pa Jezusin, lëshoi një britëm të madhe, u hodh ndër këmbë. Do thot hidhet përmbys para këmbëve të Jezusit. Edhe në fakt kur shikojnë Biblën, ky nuk është rasti i vetëm kur frymërat e liga, Satani apo demonët e bëjnë një gjë të tillë. Marku 3:19 na thot dhe frymërat e ndyra kur e shihnin binin përmbys para tij. Ky është rasti ku Jezusi ishte duke shëruar shumë persona të sëmurë, shumë persona të pushtuar nga demonët, dhe Marku 3:19 na bën të qartë se shumë frymërat e liga, frymërat e ndyra kur e shihnin binin përmbys para Jezusit. Tek Luka 10, mbasi Jezusi i kishte dërguar dishepujt që ta predikonin Ungjillin dhe të bënin mrekulli, të shëronin njerëzit, kur ata kthehen prapë te Jezusi dhe raportojnë për atë gjërat që ata kishin bërë,
Ja çka Luka 10:17 në thot. Dhe të 70 u kthyen me gëzim dhe thanë Zot, edhe demonët na nënshtrohen në emrin tënd. Dishepujt janë të mbushur me gëzim, sepse edhe demonët i ju nënshtroheshin atyre për shkak të emrit të Jezusit. Jo për shkak të emrit të tyre, por për shkak të emrit të Jezusit. Që pra këtu ne shohim kjo në të kuptojmë se Satani, demonët, frymrat e liga e dinë se kush Jezusi është, e dinë realitetin e personalitetit Jezusit, e dinë se kush ai është. Ata e dinë se Jezusi ka autoritet mbi ta. Dhe si rezultat vinë dhe i nënshtrohen Jezusit, bien përmbys për atij. Këtu kemi edhe një rast kur na dëshmohet fakti se Jezusi është vetë Perëndia, ai është hyjnor, sepse Satani dhe demonët nuk bien përmbys para krijesave, para personave që janë thjesht njerëz, por Jezusi, por para Jezusit, dhe kur ata e dëgjojnë emrin e Jezusit, ata menjëherë e dinë se kush ai është, e dinë se ai është Perëndia dhe mund të shkatërrojnë në çdo moment, kështu që i përkulen dhe bien përmbys para Jezusit. Kjo do të ndodhë edhe në të ardhmen. Bibla thotë se në fund të fundit, kur bota do të mbarojë, çdo gjuhë dhe gjithë në qiell dhe në tokë dhe gjithçka do të përkulet para Jezusit dhe do të rrëfej se ai është Zot. Kështu që kjo është çka edhe demonët do të bëjnë. Gjëja e dytë që shohim, gjëja e parë shohim që Satani dhe demonët i bien përmbys para Jezusit. Gjëja e dytë që shohim është se Satani dhe demonët e dinë dhe e besojnë faktin se Jezusi është biri i Perëndisë. Si në vargun 7, dhe me një britëm të madhe tha, çka ndërmjet nesh dhe teje, o Jezus, biri i Perëndisë të shumë të lartit. Këtu ne shohim se ky person i demonizuar, i mbushur me frymë të ligë, përkulet para Jezusit, por jo vetëm që përkulet para Jezusit, por ai i drejtohet Jezusit dhe i thotë ti je biri i Perëndisë të shumë të lartit. Në këtë rast, ky person është duke folur të vërtetën. Jezusi është biri i Perëndisë. Ky është realiteti. Vargu 9, do të thonë Ungjilli hapet duke na thënë fillimi i Ungjillit të Jezus Krishtit, birit të Perëndisë. Marku na thotë se Jezusi është biri i Perëndisë. Vetë Jezusi shumë herë kur e lexojmë Ungjillit, na thotë se vetë me gojën e tij thotë se ai është biri i Perëndisë. Dhe ky fakti që demonët dhe frymrat e liga apo Satani e quajnë Jezusin biri i Perëndisë, nuk është vetëm këtu në këtë rast. Ne e shohim në shumë raste një gjë të tillë. Për shembull, Marku 3:19 thotë frymrat e ndyra kur e shihnin binin përmbys para tij dhe bërtetnin duke thënë ti je biri i Perëndisë. Luka 4:49 thotë prej shumë vetave delnin demon që bërtetnin dhe thoshtin ti je Krishti, biri i Perëndisë. Luka 8:28 thotë kur e pa Jezusin lëshoi një britëm të madhe, ai u hodh ndër këmbë dhe tha me zë të lartë, çka mes meje dhe teje, Jezus biri i Perëndisë shumë të lartë, të lutem mos më mundo. Në të gjitha këto raste dhe ka shumë raste të tjera, ne e shohim se demonët e dinë se Jezusi është biri i Perëndisë dhe e pohojnë këtë me gojën e tyre. Dhe është shumë interesante që kur ata e thonë këtë, Jezusi kur nuk ju thotë, hey, mos e thuani një gjë të tillë, një gjë e tillë është blasfemi. Unë nuk jam biri i Perëndisë, Perëndia nuk ka bij. Po mendoja sikur Jezusi të ishte vërtet musliman, siç disa persona pohojnë apo mendojnë, Jezusi do t'i qortonte këta demon. Dhe do t'ju thoshte, hey, mos më quani birë të Perëndisë, sepse unë nuk jam biri i Perëndisë. Perëndia nuk ka bij, Perëndia as nuk ka lindur, as nuk ka lindur dhe as nuk lind askënd. Mirë, po Jezusi kur nuk e bën këtë. Jezusi e pranon këtë titull nga demonët, sepse kjo është diçka e vërtetë. Tash kjo është shumë interesante, sepse vetë Jezusi na thotë se Satani është gënjeshtar, ai është ati i gënjeshtrave. Mirë, po edhe Satani kur ai ballafaqohet me Jezusin, kur ai është ballë për ballë me Jezusin, ai e flet vërtetën, sepse ai e din që Jezusi është Perëndia dhe gënjeshtrat nuk shiten për atij. Ai nuk mund ta mashtroj Jezusin.
Prandaj e fol të vërtetën dhe e quan Jezusin biri i Perëndis. Kështu që këto janë dy gjëra që ne i mësojmë nga ky pasazh. Ne mësojmë se vetë demonet dhe Satani bien përmbys dhe i nënshtrohen Jezusit, dhe gjithashtu gjëja e dytë që mësojmë është Satani dhe demonet e dinë dhe e besojnë faktin se Jezusi është biri i Perëndis. Edhe Jezusi nuk e mohon këtë titull para tyre. Për fund, dua të përfundoj këtë video duke thënë që se të mos përkulesh para Jezusit, dhe të mohosh, dhe të mos besosh se Jezusi është biri i Perëndis, është të jesh në gjendje më të keqe se vetë Satani dhe demonet. Sepse të paktën ata e bëjnë këtë gjë. Satani bie përmbys para Jezusit, Satani i nënshtrohet Jezusit, dhe Satani dhe demonet besojnë se Jezusi është biri i Perëndis. Ata e pranojnë këtë realitet, ata e dinë këtë realitet. Kështu që njerëzit që e mohojnë faktin se Jezusi është biri i Perëndis dhe nuk përkulen para tij, sikur para Perëndis, janë në gjendje më të keqe se vetë Satani. Kjo është vërtet e rëndësishme, dhe krejt ajo që mund të them për këta persona që e mohojnë faktin se Jezusi është biri i Perëndis, është mirë ju, sepse një ditë do të vi dita kur çdo person do të përkulet para Jezusit dhe do të besoj se ai është biri i Perëndis. Mirë, po disa do ta bëjnë atë me dëshirë, me falënderim, ndërsa të tjerë do ta bëjnë në dhunë, duke kuptuar realitetin dhe s'kan çare pa pranuar faktin se Jezusi është biri i Perëndis. Mirë, po do ta bëjnë këtë në vujtje dhe në mundime të përjetshme në ferr. Kështu që ju lutem, kthehuni dhe pendohuni tash, besoni se Jezusi është biri i Perëndis, ai është shpëtimtari i botës, edhe do të shpëtoheni nga mëkatet tuaja dhe do të jeni përjetësisht me Perëndinë e qiell. Përndryshe ju prapë do ta pranoni këtë fakt. Mirë, po do ta bëni këtë përderisa jeni duke vuajtur dhe duke u munduar në zjarrin e ferrit. Kështu që ju lutem, keni kujdes, mos bëheni më të ligë se demonet, më ju besimtar se demonet, duke mohuar faktin se Jezusi është biri i Perëndis. Keni kujdes. Kjo është çka mësojmë nga ky pasazh tek Marku kapitulli 5 vargjet 6 deri 8. Ju falenderoj edhe një herë, edhe shpresoj që të kalojnë një ditë të mrekullueshme. Zoti ju bekoft.